programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarë ungjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni çasti kulminant në historinë e njerëzimit. Cili është çasti kulmor në historinë e njerëzimit? Po t'ja bëje njerëzve këtë pyetje për shembull një historiani ose një filozof apo shkencëtari, me shumë mundësi do t'ju thoshin diçka të ndryshme. Në fakt, po të pyesë shumicën e njerëzve se cili është çasti më kulmor në historinë e njerëzimit, ju do të merrni shumë përgjigje të ndryshme. Por nëse do t'ja bënit Perëndis këtë pyetje, mendoj se do ta merrnit përgjigjen shumë shpejt dhe shumë qartë. Sepse besoj vërtet se nga këndvështrimi Perëndis çasti më kulmor në historinë e njerëzimit ishte çasti kur biri i tij Jezus Krishti u kryqëzua. Tani shumë njerëz nuk bien dakord me këtë, nuk bien dakord me Perëndin. Mund ta kuptoj pse nga ana racionale dhe këndvështrimet e ndryshme pse dikush do thoshte padyshim që s'ka qenë ky çasti më kulmor në historinë e njerëzimit sepse ishte vetëm një njerëz që vdiq mes dy hajdutëve, dy kriminalëve. Arsyeja pse dikush do ta kundërshtonte këtë arsye është thjesht sepse ata nuk e kuptojnë se çfarë ndodhi në atë kryq. Në fakt, shumica e njerëzve nuk e kuptojnë në të vërtetë se çfarë ndodhi në atë kryq. Ata vështrojnë kryqin dhe shohin Jezus Krishtin të kryqëzuar dhe të gozhduar aty, dhe gjithashtu me një kuror me gjëmba në kokë dhe në fund të shpuar me shtizë në brinj. Pastaj ata shohin ngjarjet që ndodhin më pas dhe ata thonë, po Jezusi vdiq për mëkatet e mia ose Jezusi vdiq në kryq. Ajo që ata nuk kuptojnë janë gjërat më të rëndësishme që po ndodhin atë ditë. Unë dhe ju s'mund ta kuptojmë dot kurrë vërtet duke parë vetëm atë skenë. Ajo që dua të bëj është t'ju tregoj sepse ngjarja më momentale, supreme, kulmore dhe madhështore në të gjithë historinë e njerëzimit është kryqëzimi i Jezus Krishtit. Hapini Bibla tek Luka kapitulli 24. Ky është një pasazh që nuk përshkruan vërtet kryqëzimin, por është një pasazh që unë do ta lexoj sepse është një varg shumë i veçantë këtu. Nga ana e fjalëve duket paksa si për të qeshur, por nga ana tjetër e trishtueshme. Dhe Jezusi ishte kryqëzuar dhe ishte ringjallur prej së vdekurit dhe tani kemi disa nga ndjekësit e tij duke ecur në rrugë. Në këtë kapitull të 24 të Lukës fillojmë në vargun 13, ja çfarë thotë. Po atë ditë, dy nga ata po shkonin drejt një fshati me emër Emaus, 60 stadë larg Jeruzalemit. Dhe ata po bisedonin midis tyre për të gjitha ato që kishin ndodhur. Dhe ndodhi që ndërsa po flisnin dhe bisedonin bashkë, vetë Jezusi u afrua dhe nisi të ecë me ta. Por sytë e tyre ishin të penguar kështu që të mos e njihnin. Dhe ai u tha atyre, çfarë janë këto biseda që bëni me njëri tjetrin udhës? Dhe pse jeni të trishtuar? Dhe një nga ta me emër Kleopa, duke u përgjigjur, i tha atij, je ti i vetmi i huaj në Jeruzalem që nuk i di gjërat që kanë ndodhur këtu në këto ditë? Kur lexoj këtë pasazh të cilin kam lexuar shumë herë, sa herë që lexoj pikërisht këtë varg, unë shkrijem së qeshuri. Do t'ju them sepse ai ishte i vetmi që e dinte se çfarë po ndodhte atë ditë. Dhe ata e pyetën atë. Je ti i vetmi i huaj në Jeruzalem që nuk i di gjërat që kanë ndodhur këtu në këto ditë? Dhe ai ishte i vetmi që e dinte se çfarë kishte ndodhur ditën që ai u kryqëzua. Dhe ai u tha atyre, cilat? Ata i thanë çështjen e Jezusit nga Nazareti që ishte një profet i fuqishëm në vepra dhe në fjalë përpara Perëndisë dhe përpara gjithë popullit. Dhe si krerët e pritërimve e dorëzuan për ta dënuar me vdekje dhe e kanë kryqëzuar. Por ne kishim shpresë se ai do të ishte ky që do ta çlironte Izraelin. Por megjithë këtë, sot është e treta ditë që kur ndodhen këto gjëra. Por edhe disa gra në mes nesh na kanë çuditur sepse kur shkuan herët në mëngjes te vari dhe nuk e gjetën trupin e tij, u kthyen duke thënë se kishin parë një vegim ëngjësh të cilët thonë se ai jeton. Dhe disa nga ata shkuan te varri dhe e gjetën ashtu si kishin treguar gratë. Por atë nuk e pan. Atëherë u tha atyre, të pamend dhe të ngathet në zemër për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. Por a nuk duhej që Krishti të vuajë gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë e tij? Tani, nëse do të pyesë dikush juve se çfarë ndodhi ditën kur Jezus Krishti u kryqëzua, se çfarë ndodhi në kryq, e para është thjesht kjo gjë. Dhe kjo është që Perëndia gjykoi mëkatin ditën kur Jezus Krishti u kryqëzua.
Kur Jezus Krishti u kryqëzua, Perëndia gjykoi mëkatin. Këtë ai e profetizoi në kopshtin e Edenit, kur i tha Adamit dhe Evës mund të hani nga të gjitha pemat e kopshtit, por nëse hani nga pema e të mirës dhe të keqes, me siguri keni për të vdekur. Nëse ju kujtohet në të gjitha shkrimet, Perëndia na paralajmëron për mëkatin. Ai thotë se shpirti që mëkaton do të vdesë. Te Romakët në kapitullin e parë, ai e bë shumë të qartë në vargun 18. Ai na tregon zemërimin e Perëndisë, na tregon armiqsinë e Perëndisë dhe urrejtjen e tij pa kompromis ndaj mëkatit. Zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli kundër çdo padrejtësie të njerëzve që mbajnë ose shtypin të vërtetën e Perëndisë në padrejtësi. Zoti e urren mëkatin. Kur themi se Perëndia e gjykoi mëkatin, Perëndia bëri pikërisht këtë, sepse në të gjithë shkrimin e gjejmë Perëndin të shpreh, më dëgjoni mirë, kundërshtimin e tij të furishëm për të gjitha mëkatet. Sepse ai e di fuqinë shkatruese të mëkatit në jetën e një njeriu. Mjafton të shihni një gazetë, të shihni një revistë, të shihni televizor, të dëgjoni radio dhe unë dhe ju shohim pasojat e mëdha të mëkatit në jetën e dikujt çdo ditë. Perëndia e gjykoi mëkatin në kryq. Kur ne themi se Zoti gjykoi mëkatin në kryq, ja se çfarë do të thotë. Ai thotë se Jezus Krishti mbajti mëkatin tonë në trupin e tij. Më dëgjoni këtu, ja se çfarë do të thotë kjo. Perëndia e izoloi të gjithë mëkatin e njerëzimit që nga koha e Adamit e deri tek njeriu i fundit që do të jetojë. Ai e izoloi gjithë mëkatin me gjithë ndëshkimin e tij. Dhe çfarë bëri pastaj? Ai vendosi çdo copë të tij mbi personin e Jezus Krishtit, birit të tij të vetëm lindur. Të gjitha të mëkatet e vendosi mbi të. Dhe pasi vendosi gjitha të mëkatet mbi të, çfarë bëri? Ai e vrau birin e tij të vetëm lindur, e vrau atë dhe pastaj e ndau prej vetes si një mëkatar. Ai vendosi gjithë mëkatin mbi të. Ai mbajti gjithë peshën e mëkatit ton, të gjithë fajin ton. Gjithë secili prej nesh e ka të rënë barrën e mëkateve që ka bërë. Mëkati ynë do mjaftonte, është më se i mjaftueshëm. Por shumëzojeni këtë me qindra, me mijëra, me miliona dhe miliarda herë. Perëndia e vendosi mbi birin e tij të vetëm lindur dhe kjo është shuma. Ai e bllokoi gjithë mëkatin dhe e vendosi atë mbi jetën, mbi trupin e birit të tij të vetëm lindur dhe më pas ai e dënoi atë. Nëse do të kërkonit një fjalë për ta përmbledhur gjithë këta, ajo fjalë është zëvendësim. Që do të thotë Jezus Krishti shkoi në kryq, dëgjoni, me borxhin e mëkatit tuaj, me borxhin e mëkatit tim, të çdo mëkati që kemi kryer ndonjëherë, që do të kryejm, plus të çdo njeriu që ka jetuar ndonjëherë. E vendosi të gjithë mbi të, dhe pasi e vendosi mbi të, e vrau, pra ai kryqëzoi birin e tij të vetëm lindur. Kur themi se Perëndia e gjykoi mëkatin në kryq, çfarë bëri ai? Dëgjoni, ai e gjykoi dhe ndëshkoi mëkatin në personin e birit të tij. S'ka njeri që ka jetuar ndonjëherë që mund të jetojë ndonjëherë me anë të cilit Perëndia ta kishte bërë këtë, sepse secili prej nesh mëkatoi ndaj Perëndisë. Prandaj mori dikë që ishte plotësisht i pa mëkat në mënyrë që të mbante peshën dhe ndëshkimin për mëkatin e gjithë njerëzimit. Por ai bëri edhe një gjë të dytë në kryq, atë që bën çastin më të rëndësishëm në historinë e njerëzimit. Ai e mposhti Satanin. Dikush mund të thotë paprit pak. Padyshim që Satani nuk është mundur sepse po punon çdo ditë mbi mua. Ose edhe më sytë vërdall dhe shohim gjithë këto gjëra shkatruese që po ndodhin në botë sot dhe shohim që Satani fshihet pas këtyre që po ndodhin. Dikush mund të thotë, nëse ai e mposhti Satanin diku rrugës, Satani do të ketë shpëtuar? Jo, ai nuk mund të ketë shpëtuar. Ai e mposhti Satanin atë ditë. Por si e bëri ai këtë? Le të mendojmë pak për këtë. Sepse kur Jezus Krishti po fliste me dishepujt e tij dhe po i tregonte atyre dhe disa të tjerëve për gjërat që do të ndodhnin, ja se çfarë tha në kapitullin 12 të Gjonit. Ai tha: "Tani shpirti im, ai thot shpirti im, është i tronditur dhe çfarë të them? O, atë më shpëto nga kjo orë. Po për këtë unë kam ardhur në këtë orë." Jezusi e dinte që erdhi për qëllimin për të qenë qengji përfundimtar, dëgjoni këtu, për të marrë mëkatin e botës. O, atë përlëvdoj emrin tënd. Atëherë një zë erdhi nga qielli, e kam përlëvduar dhe do ta përlëvdoj akoma. Turma pra që ishte pranishme dhe dëgjoi zëri thoshte se qej një bubullim, të tjerë thoshin një ëngjëll i ka folur. Dhe Jezusi u përgjigj dhe tha: "Ky zë nuk ka ardhur për mua, po për ju. Tani është gjykimi i kësaj bote. Tani do të hidhet
jashtë princi i kësaj bote. Satani do të mundet. Çfarë ndodhi në kryq? Satani u mund plotësisht. Le të mendojmë pak për këtë gjë. Kur ne mendojmë se si do duke dhe që ai do ishte fitimtar, le të shohim tek Kolosianëve kapitulli 2, sepse mbase këtu përmbledhet edhe më mirë. Kolosianëve kapitulli 2. Vini re një tjetër pasazh shumë të rëndësishëm të shkrimit. Kështu që le të fillojmë që nga vargu 13. Kolosianëve kapitulli 2 vargu 13. Shkrimi na thotë: dhe bashkë me të Perëndia ju dha jetë ju që kishit vdekur në mëkate dhe në parrethpërerjen e mishit, duke ju afalur të gjitha mëkatet. Tani dëgjoni. Ai e zhvlerësoi dokumentin e urdhërimeve që ishte kundër nesh dhe ishte kundërshtar dhe e hoqi nga mesi duke e mbërthyer në kryq. Dhe mbasi i zhveshi pushtetet dhe principatat, u atërgoj sheshit njerëzve, duke nga dhënjur mbi ata në të. Çdo thot kur ai e zhvlerësoi dokumentin e urdhërimeve. Kur dikush ishte në borxh, shpesh i regjistroheshin në regjistër ose në një pergament të gjitha gjërat që ai kishte dhe do t'ia ngjisnin tek dera e shtëpisë së tij. Dhe kur ato gjëra që kishte borxh ose kur e kishte shlyer plotësisht borxhin që kishte, ajo pergament i hiqe nga dera atij. Dhe po na thot thjesht këtë gjë. Dëgjoni, kur Jezus Krishti shkoi në kryq dhe ai pagoi pagën e mëkatit tim dhe tuaj, Perëndia e hoqi. Pra u shkatërrua. Pra, dëgjoni, ne nuk kemi asnjë borxh në emrin ton në qiell. Baj mend kur kam qenë fëmijë në kishën ku jam rritur, këndonim një këngë. Është një emër i ri i shkruar në lavdi dhe është imi. Dhe ata këndonin një këngë të tillë. Një llogari e vjetër është lyer para shumë kohësh. Dhe flet për mëkatin, për fitoren dhe lavdin. Një llogari e vjetër është lyer para shumë kohësh. Të gjithë ne kemi një llogari në qiell. Nëse ju i keni besuar Jezus Krishtit si shpëtimtarin tuaj personal, di një gjë për llogarinë tuaj dhe timen. Më dëgjoni këtu, që në llogarinë tuaj dhe në llogarinë time, ai dëgjoni. Ai stampoi diçka, në llogarinë ton ai stampoi. U pagua plotësisht. Nga e di unë këtë gjë? Ja se nga e di këtë. Kur Jezus i shkoi në kryq, ai shkoi në kryq si një pagesë për mëkatin ton. Tani ka njerëz që thonë, e di që Perëndia më ka falur për mëkatet e mia, por e di çfarë, nuk jam i sigurt. Nuk jam shumë i sigurt për këtë çështjen e sigurisë së përjetshme, që jam i siguruar në përjetësi. Më dëgjoni këtu. Nëse kur ai shkoi në kryq dhe Ati i vendosi të gjitha mëkatet tuaja mbi të, dhe ai vdiq dhe pagoi atë ndëshkim dhe Ati i e dënoi për shkak të mëkatit tuaj dhe timit, më lejojnë t'ju bëj një pyetje. Po sikur kjo të mos i ketë shlyer të gjitha mëkatet, po sikur vdekja shfaqësuese e Jezusit të jetë vetëm një pagesë e pjesshme, e dini çfarë? Dëgjoni këtu, nëse jam shlyer pjesërisht, jam ende borxhli. Për shembull për ju që besoni tek purgatori, që i keni kërkuar Zotit Jezus të vijë në jetën tuaj dhe t'ju falë mëkatet, por një nga këto ditë duhet të vdisni dhe duhet paguani edhe ca më shumë. E dini se ç'do thotë kjo? Dëgjoni, do të thotë që vdekja shfaqësuese e Jezus Krishtit ishte e pamjaftueshme. Nuk funksionoi. Është diçka që ka mbetur, diçka mbeti jashtë, dhe ju duhet të paguani. Si mund të paguani ju për mëkatin? Nëse s'ka mundur do ta bëj biri i panjohur i përjetshëm pa të dhe i shenjtë i Perëndis, nëse s'ka mundur ta bëj ai, ju s'do keni kurrë mundësi ta paguani. Sa po i besoni Zotit Jezus si shpëtimtarit tuaj, ju e pranoni që ai ka paguar plotësisht për mëkatin tuaj. S'keni pse keni më dyshime për këtë gjë. Dhe dëgjoni këtu, Perëndia e mundi Satanin, dhe ai s'mund të kthehet më, dhe t'ju rrëmbej nga hiri i Perëndis, nga siguria e përjetshme që Perëndia ka siguruar për ju, sepse kjo do të thotë se nëse kjo është e mundur, atëherë vdekja e tij shfaqësuese ishte vetëm një pagim i pjesshëm. Sa herë kemi thënë se, dëgjoni, vdekja e tij do të thotë, dëgjoni, pagim i plot për mëkatin. Nëse jo i gjithë mëkati nuk është lyer prej tij, atëherë nuk ka asnjë shpresë, as garanci, as besim dhe siguri. Satani është një armik mashtrues. Natyrshëm ai do që të besojmë se ai nuk është mundur. Në fakt, nëse hidhni syt përreth dhe dëgjoni djallin, atëherë do bini dakord me ta. Për shembull, do të përballeni me tundimin, sërish përballemi me sprova dhe vështirësi dhe mundime. Ka luftra, gjakderdhje, vrasje, përdhunime, dhunë dhe shumë gjëra që ndodhin. Nëse Satani është mundur, dëgjoni, ai është mundur në jetën e çdo besimtari.
Çdo fëmijë i Perëndis është në duart e një Perëndie sovran dhe të gjithë pushtetshëm. Ai thot se ka vendosur fronin e tij në univers dhe që ai sundon mbi gjithçka. Prandaj, çfarëdo që vjen tek ne vjen me lejen e Perëndis. Nëse dilni nga vullneti i Perëndis, nëse zgjidhni të jetoni në mosbindje para Zotit, nëse zgjidhni të jetoni në rebeli ndaj Zotit, çfarë ndodh? Perëndia padyshim që do ta lejojë. Dëgjoni, padyshim që do të lejojë dhe ndëshkimin, ai padyshim që do të lejojë Satanin, dëgjoni, ai do ta lejojë Satanin t'ju godas, por Satani s'mund t'ju marrë jetën. Pra çfarë ndodhi në kryq? Kur mendoj për atë që i ndodhi Jezus Krishtit, mendoj dhe për faktin se ai jo vetëm, dëgjoni, që e zhveshi Satani, por edhe e zhveshi Satani nga fuqitë e tij. Jo vetëm kaq, por edhe demaskoi për atë që ishte. Sa i keq dhe i lig, edhe i zi, dhe djallëzor, dhe i skëtershëm. Mund të bëhesh, ta zhveshësh birin e Perëndis gati lakuriq, ta gozhdosh në një kryq, para një tur me njerëzish, të tallesh me të, të qeshësh me të, ta përqeshësh atë derisa të vdes. Doni të dini se çfarë do t'ju bëjë juve Satani? Shikoni kryqin. Doni të dini se çfarë do t'ju bëjë jetës suaj? Do t'ju zhvesh nga çdo gjë që ka vlerë për ju. Do t'ju marr dashurinë me mashtrim, do t'ju marr me mashtrim gëzimin, paqen, lumturinë. Do t'ju zhvesh emocionalisht, do t'ju zhvesh shpirtërisht, do t'ju zhvesh materialisht, do të bësh çdo gjë që ka mundësi që t'ju shkatërrojë plotësisht. Nëse ai ja bëri këtë birit Perëndis, mendoni se jeni një mjet i preferuar i tij? Nga ana tjetër do sillet shumë mirë me ju, në mënyrë që t'ju mashtroj dhe t'ju bëj të esni në errësirë dhe verbëri deri ditën që do të vdisni dhe të përballeni me të përjetësisht në ferr. Perëndia e demaskoi djallin për atë që është. Satani bëri çdo gjë që kishte mundësi për ta bërë Jezusin të duke më pak nga sa ishte. E dini se çfarë do të bëjë në jetën tuaj? Mund ta mbani shënim këtë gjë. Satani do të bëjë çdo gjë që mundet në jetën tuaj që t'ju mbaj ju jashtë vullnetit të Perëndis. Ai do t'ju jap juve para, ai do t'ju jap juve mundësi, ai do t'ju jap juve privilegje, ai do t'ju jap juve gjëra që i dëshironi, çdo gjë që mundet për t'ju mbajtur jashtë vullnetit të Zotit. Ja sa shumë i urryeshëm, i keq dhe i lig që është. Gjë e tretë që ndodhi në kryq është kjo. Pra që Zoti në Krishtin Jezus po e ripajtonte botën me veten e tij. Ç'duam të themi ne me këtë? Vetëm këtë gjë. Fjala e ripajtim do të thotë të bësh bashk dy që janë ndarë, dy që janë të huaj, ose ata që janë armiq. Dhe çfarë po bën ai? Zoti në Krishtin Jezus po e ripajton botën me veten. Dëgjoni pak. Ne nuk mund të ripajtohemi vetë me Perëndin, s'është diçka që e bëjmë ne. Ripajtimi është një mënyrë për t'u bashkuar. Dhe kur unë mendoj të gjithë çështjen e kryqit, mendoj për faktin që ata e tërhoqën në kryq. S'ka rëndësi sa poshtë mund të kenë rënë njerëzit, apo sa të largët janë, apo se ku janë me jetën. Krahët e mrekullueshëm dhe të dashur të Perëndis janë zgjatur. Çfarë po thoshte Perëndia? Dua të të kthej në shtëpi. Unë dua të të fal ty. Unë dua që të jesh ai që të krijova. Do të jap mundësi të jesh njeriu që të krijova që të jesh. Zoti ishte në Krishtin ripajtues, që na solli bashk. Çfarë po bënte ai? Perëndia mori iniciativën të na ripajtonte ne, të na kthente pas duke bërë çfarë? Duke dënuar mëkatin mbi jetën e birit të tij dhe duke bërë atë mëkatmbajtësin që pagoi plotësisht për borxhin ton të mëkatit. Dhe ja se çfarë bëri kjo? Kjo i kënaqi kërkesat e Perëndis. Më dëgjoni këtu? Kënaqi kërkesat e Perëndis për ndëshkimin e mëkatit, i cili ishte vdekja. Prandaj, vdekja ishte mbi kokën e çdo njeriu që ka jetuar. Prandaj, me qëllim që të plotësoj ky gjykim, dikush duhet të paguante një çmim. Jezusi pagoi çmimin që plotësonte kërkesat e Perëndis për drejtësi. Prandaj, Perëndia mund të jetë i drejtë dhe i shenjtë dhe mund të na falë të gjithëve për mëkatet, edhe pse dekreti i tij thotë shpirti që mëkaton ka për të vdekur, për shkak se ai ishte paguesi i plotë i borxhit. Tani mund të pranoj gjithë secilin prej nesh. Kryqi nuk është një dy copa dru. Dëgjoni, kryqi është shpresa jon
e vetme. Kryqi është rruga e shpëtimit. Është mundësia e vetme e njeriut për të ripajtuar me Perëndin. Dhe kur Jezus i thirrri, Zoti im, pse më ke braktisur? Që mendohet se është gjë e fundit që tha. Këto janë ndër fjalët e fundit që tha. Fjalë të fundit të trishta. Por falenderoj Perëndin që Gjoni tha në kapitullin 19, ku më në fund ai e tha në greqisht apo aramaisht, tetelisti, vetëm një fjalë, tetelisti, që do të thotë u krye. Këto, dëgjoni, nuk janë fjalët e një viktime. Këto nuk janë fjalët e dikujt që ka humbur një betejë. Këto nuk janë fjalët e një martiri, këto janë fjalët e një fitimtari. Këto janë fjalët e dikujt që ja ka dalë me fitore. Dëgjoni këtu, këto janë fjalët e dikujt që ka fituar betejën e tij. Jezusi tha u krye, plani i mrekullueshëm, i përjetshëm dhe shpengues i Perëndis për njerëzimin, dëgjoni, u vullos për gjithmonë. Dhe si rezultat i vdekjes së Krishtit në kryq, gjithë secili që ka besuar tek ai si shpëtimtar, është aq e kryer që jemi përjetësisht të siguruar. Jo për shkak të sjelljes tonë, jo për shkak të premtimeve tona, po për shkak të vdekjes shfaqësuese, sakrifikuese dhe zëvendësuese të Jezus Krishtit në Kalvar. Kjo është shpresa e gjithë njerëzimit.